Realitet ne gjatë verës, stinës verës, ne realizuam shumë koncerte në gjithë Shqipërinë, koncerte në përsheshe të ndryshme të qyteteve. Edhe në repertorin tonë në do të që të krijojmë një këngë që të jetë për këtë masë kaq të madhe. Unë e mendova kështu, por edhe ne, më thënë dhe ne si grup kemi në përzgjedhjet e këngëve ose krijimtarisë një këngës, kemi edhe ne ato sfidat tona nëpërmjet njëri tjetrit. Se të jemi realisht e vërteta është që zakonisht bandat kanë një gjenerat gjithmonë në një moshë, edhe kanë një të njëjtën gusto, por ne kemi një veçori tjetër. Banda jonë ne jemi me diferencë moshët pak të madhe me një tjetër. Unë me Indritën për shembull kam diferencë 35 vjet. Gjenerata të ndryshme, kështu që kjo e bën edhe më interesante. Po sfidat janë domethënë sepse ky ka mendime të tjera, unë kam mendime të tjera, por keni shumë nga këto momentet e përplasjeve dhe profesionale? Po, vërtet. Nëse edhe në për të mirën e punës. Patjetër. Po unë Indritit kam thënë që ti realizojmë gjanat, sa më mirë unë kam thënë ti, me moshën që ke duhet rritesh diku një 15 vite, edhe unë duhet zbres një 15 vite. Që të puqeni. Manola s'ka nevojë, as me u rrit as më. Është në rregull me ne. Po. Edhe, kështu që arrim një mirëkuptim. Lidhje me këngën, ajo u realizu, po fillimisht Indriti ka qenë pak skeptik. Sepse thoshte një me të vërtet, kjo është një këngë po që ka pak zhvillim pak modern, është më rinore, edhe me të vërtet kemi thënë që ne zbesim dikun 10-15 vite, po ti kam frikë se ke zbrit 30 vite me këtë këngë.